kujdesshëm. A duhet pasur më shumë kujdes tani që kemi një president si Donald Trump, i cili sigurisht ndryshon nga i para ti Joe Biden, sepse Trump edhe njihet për paparashikueshmërinë e tij. Shiqoni, e përmenda, Trump ka qenë edhe kur është arritur marrëveshja e Washingtonit, dhe të mos e harrojmë një fakt. Në fund të ditës, Kosova është produkti përbashkët shqiptaro-amerikan, mund të them lirisht këto. Ne mund të mendojmë dhe të imagjinojmë çfarë të duam, por duhet ta shohim si të tillë. Dhe këtë po e them që nga fillimi i bombardimeve të NATO-s deri më sot. Ashtu ne kam kaluar një pjesë të karrierës sime në diplomasi dhe e dini kënde kemi pasur ne gjithmonë afër vetës. Po flas si diplomat që i kam përjetuar personalisht. Në njërën anë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj ka ardhur Shqipëria. Dhe dini çka është paradoksi sot, që ne as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as me Shqipërinë nuk e kemi fare komunikimin ndërinstitucional, për shkak të mendjemallësisë. Dhe nuk e besoj që Kosova e ka komoditetin e tillë që të shkoj deputeti, po them, për shkak se dua të jemi institucionalist dhe ta respektoj vendimin e Gjykatës Supreme, dhe deputeti Kurti shkon atje për të bërë fushat dhe shitet si kryeministër, dhe për këtë arsye pastaj nuk na e takon askush. Tash mund të tingëlloj edhe egër kjo që po e them, po t'ju them të drejtën si qytetari i Republikës së Kosovës, unë do të ishta njeriu më i lumtur në botë, sikur Zoti Kurti në cilësinë e kryeministrit të takonte tërë kabinetin e Donald Trump atje. Të takonte të gjithë faktorët e rëndësishme, pa bërë politikë kështu partijake, por duke e parë që të bëj politikë shtetërore. Absolutisht sikur çdo qytetari i Kosovës do të isha më i lumtur, por shkak se në fund të ditës ka të bëjë me shtetin në të cilin ne jetojmë. Por mendoj që duhet të bëhemi fer dhe ta thomi atë që është reale dhe atë që po e shohim. Nuk është ashtu. Fatkeqësisht nuk është ashtu. Unë nuk po e them këtë. As ne nuk po e themi këtë. Këtë po na e tregojnë letrat, të cilat po na i dërgojnë edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ato letra unë i shoh si mesazh për qytetarin e Republikës Kosovës, jo vetëm për Kurtin, por direkt për qytetarin e Republikës së Kosovës, për shkak se dëshiron që të na e bëjë të qartë se si është situata. Në qoftë se ne nuk duam të marrim vesh dhe duam të vazhdojmë me këtë stilin që po e bëjmë politikën, mund edhe të vazhdojmë, por nuk e di se ku do të na çojë. Është mirë nganjëherë, tash unë e kam ndoshta edhe pak si mani për shkak të profesionit, marr shembull nga e kaluara, por nuk ka nevojë që të shkojmë shumë larg dhe të mund ta shohim parafërsisht se ku mund të na çojë. Mjafton të shkojmë dhe të shohim vetëm fillimin edhe fundin e viteve të 90-ta, se si kanë vepruar disa shtete dhe ku janë sot. Po, dhe përmende përveç marrëdhënieve me Amerikën, përmende edhe marrëdhëniet me Shqipërinë, këtu dhe dua të ndalem me zotrin Lubonja. Mendon se mund të jenë edhe më mirë, po them, raportet edhe ndërqeveritare mes të dyja vendeve, edhe me Shqipërinë, zotrin Lubonja? Po të varet çfarë kupton marrëdhëniet mira është problemi. Apo jo, varet po, më përpara desha të them diçka për te Shqipërisë, sepse diplomati, ambasadori tha që duhet shikojmë historinë, po historia na tregon shumë gjëra, jo vetëm ca gjëra që neve na interesojnë. Historia na tregon përgjithsisht që atje ku ka pas interesa, sidomos SBA-ja, ka thënë Kissinger, jo unë, SBA-ja nuk ka miq, ka interesa, ka thënë. Dhe dyta, bile ka thënë edhe që ta kesh